Një laborator kanabis i ngritur në banesa dhe stalla me ndriçim artificial është goditur në Malsinë e Madhe duke zbuluar jo vetëm autorët e kultivimit, por edhe përfshirjen e punojësve të OSHE-s në shtëpinë e barit. Në pranga ka rënë Kol Narkaj, 35 vjeç, banues në Bratosh, i dyshuar si një nga organizatorët e aktivitetit kriminal. Ndërkohë është shpallur në kërkim një 36 vjeçar nga fshati Vrak, i cili dyshohet se ka bashkëpunuar në përshtatjen dhe funksionimin e ambienteve të kultivimit. Gjatë operacionit janë ndaluar edhe 4 punonjës të OSHE-s: Valentin Kuvendaj, 27 vjeç, Giuliano Ceraj, 24 vjeç, Faik Musejlaj, 63 vjeç dhe Fatmir Kajoshaj, 58 vjeç. Po ashtu është proceduar penalisht edhe AS, 57 vjeç, punonjës i OSHE-s për veprën penale shpërdorimi detyrës, kryer në bashkëpunim. Kontrollet e ushtruara nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Malsi e Madhe dhe me mbështetjen e forcave të posaçme shqiponjat, zbuluan 3 ambiente të përshtatura posaçërisht për kultivimin dhe tharjen e kanabisit në një banesë dhe 2 stalla. Ambientet furnizoheshin me energji elektrike përmes lidhjeve të paligjshme. Nga këto ambiente u sekuestruan 771 bim të dyshuara kanabis, 6 kg e 250 gram material bimor, si dhe një infrastrukturë plot teknike me 195 dhamba ndriçimi, 21 aspirator dhe 20 filtra ajri, të përdorur për kultivim intensiv në ambiente të mbyllura. Policia bën me dije se hetimet vijojnë për kapjen e personit në kërkim dhe për zbardhjen e plot të gjithë rrjetit të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.